A e dini se kush ishte shqiptari që vrau një agent të sigurimit jugoslav dhe plagosi 3 të tjerë jo në Kosovë, por në zemër të Evropës, në Bruksel? Një burr që nuk ju përkul kur as burgut, as kërcënimeve, as vdekjes. Një njeri që jetoi për liri dhe vdiq si heroj heshtur I kombit ton. Ky është rrëfimi tronditës I Musahotit, një jetë tërë e djegur për Kosovën. Para se të fillojmë, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike që rrëfime si ky të mos harrohen kurrë. Në mëngjesin e 11 korrikut 1946, në Mitrovic lindi një djalë që do të rritej mes dhunës dhe krenarisë. Ai quhej Musahoti, bir I një familjeje që nuk u përkul kurrë para pushtetit serbo-jugoslav. Babai I tij, Daud Hoti, kishte qenë bashk luftëtari Shaban Polluzhës dhe për këtë arsye u burgos, u torturua dhe u etiketua si armik I popullit. Në sytë e voglushit Musa, policët jugoslav hynin natën në shtëpi me çizme e britma. Ai rritej duke parë dhimbjen e babait të lidhur, nënën që fshinte lotët dhe mësonte një mësim të vetëm: liria nuk dhurohet, fitohet. Në shkollë Musa ishte nxënës I shkëlqyer, shkruante poezi, lexonte për heronjt, ndërronte për një Kosovë të lirë. Por shteti e kishte në shënjestër. Biografia familjare ishte njoll për regjimin jugoslav dhe me çdo hap që hidhte ndjente peshën e përndjekjes. Në vjeshtën e vitit 1968, kur Kosova u trondit nga thirrjet për barazi e liri, Musahoti ishte në balë të demonstratave. Ai marshoi në Prishtinë me student, punëtor e mësues. Thirrjet Kosova Republik dhe Duam flamurin ton kumboni në për rrugë, ndërsa Musa, vetëm 22 vjeç, ishte ndër organizatorët e fshehtë të demonstratave që përfshin Tetovën, Manastirin e Prishtinën. Pas kësaj, ai u shpall person I rrezikshëm për rendin publik, e përzun nga puna si mësues, e më pas nga çdo shkollë ku tentonte të punësohej. Policia e torturoi, e përndoqi, e përgjonte çdo ditë. Në vitet 70 për të shpëtuar jetën, Musa mori vendimin më të vështirë të jetës, të largohej nga Kosova. Në nëntor të vitit 1978, ai mbërriti në Bruksel, pa asgjë përveç një ideali të madh. Por as atje nuk e gjeti qetësinë. Në mërgatën shqiptare kishte përçarje, akuza për spionim, frikë nga infiltrimi I UDB-s jugoslave. Agjentët e Beogradit ndiqnin çdo patriot që ngrinte zërin për Kosovën. Në këtë botë errët ku miqt dhe armiqt shpesh kishin të njëjtin emër, Musahoti qëndroi drejt. Ai u bë pjesë e lëvizjes kombëtare dhe ndihmoi në organizimin e grupeve të shqiptarëve në Belgjik, Francë e SBA. Në çdo fjalim të tij thoshte: "Edhe pse jam larg Kosovës, zemra ime rre në çdo hap të saj." Por më 1981, pas shpërthimit të demonstratave në Kosovë, UDB-ja mori urdhër: "Ti heshtni zërat e shqiptarëve kudo në Evropë." Në një mbrëmje të ftohtë të marsit të vitit 1981, Musahoti ecste në rrugët e Brukselit për të ndihmuar një bashkëadhetar nga Peja që sapo ishte vendosur aty. Por sapo u afrua tek një rrugic, vuri re 7 burra që e ndiqnin nga pas. Ata I flisnin në serbisht, e shanin, e provokonin. Musa e kuptoi menjëherë, nuk ishin të rastësishëm, ishin agent të UDB-s. Për t'i shmangur, hyri në një lokal të quajtur White Horse, ku takoi disa shqiptar, por agentët e ndoqën brenda. Në atë çast nisi përplasja. Njëri prej tyre nxori armën, tjetri ju afrua me thik. Në intervistën e tij të fundit, Musa tregonte me fjalë që të ngrinë gjakun.
Ata i futën duar të parët që të më vrisnin. Nuk e di as vetë se si me 2 plumba arrita ta vras njërin dhe t'i plagos 3 të tjerë. Njëri prej udhbashëve ra i vdekur në vend. 3 u plagosën në rënd. Musa u largua ngadalë, i qetë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Ai nuk ishte vrarë për hak, kishte vepruar për mbrojtje dhe nder. Pas ngjarjes, Belgjika e arrestoi Musën, por shumë shpejt u kuptua se ai kishte vepruar në vetëmbrojtje. U mbajt në hetuesi për 22 muaj, në izolim të plotë. Në Belgjikë e ruanin ditë e natë, sepse UDB-ja përgatitej ta vriste edhe aty. Në vitin 1984, gjyqi i Strasburgut e shpalli të pafajshëm dhe e liroi nga të gjitha akuzat, por ai nuk mund të jetonte më në Bruksel pa rrezik. UDB-ja i kishte vënë shpërblim mbi kokë. Në çdo vend ku shkonte, e ndiqnin si hije, makina pa targa, kërcënime telefonike, njëherë ja hodhën veturën në erë. Njëherë tentuan ta zinin me prova të fabrikuara për armë, por Musa nuk u përkull. Ai vazhdoi të punonte për diasporën, të ndihmonte shkollat shqipe dhe të organizonte lidhjen e arsimtarëve shqiptar në Belgjik. Në çdo fëmijë që mësonte shqip, ai shihte vazhdimin e kombit. Pas çlirimit të Kosovës në vitet 2000, Musa Hoti u kthye për herë të parë në atë. Në Mitrovic ai puthi dheun e oborrit ku kishte lindur. Në Prishtinë vizitoi varrin e babait. Në çdo takim me shokët thoshte: "Nuk do të kthehem më në Bruksel. Këtu është jeta ime. Këtu do ta mbyll." Në dhjetor të vitit 2003 ai po përgatitej përfundimisht të vendosej në Kosovë, por duhej edhe një dokument i fundit nga Belgjika. U nis me dhimbje në zemër, sepse vëllai i tij ishte rënd i sëmur. Në natën tragjike të 17 janarit 2004, pas takimeve me disa miq, Musa zbriti nga vetura për të marrë metron për në shtëpi. Nuk arriti kurrë. Në mëngjes, trupi i tij u gjet në parkingun e metros Art Loa me një plumb pas koke. Zonë e mbushur me kamera, bulevardi Parlamentit Evropian pranë ambasadës amerikane, por çuditërisht asnjë regjistrim, asnjë dëshmitar. Policia belge dyshoi se trupi ishte zhvendosur nga vendi i krimit. Vrasja ishte kryer nga profesionist. Pista kryesore: hakmarrja e shërbimeve sekrete serbe, të cilat se kishin falur kurrë atë natë të vitit 1981, kur një shqiptar u aprishi planin në zemër të Brukselit. Me 21 janar 2004, Prishtina u mbulua me flamuj kombëtar. Në varrezat e dëshmorëve, qindra njerëz u mblodhën për ta përcjellur Musa Hotin në banesën e fundit. Në heshtjen e ceremonisë dëgjohej vetëm një zë i brendshëm që pëshpëriste. Kjo tokë lirie ka edhe gjakun e tij. Ai u varros si mësues, patriot dhe hero i heshtur, që i dha jetën kombit. Musa Hoti nuk kishte kërkuar famë, por drejtësi. Ai nuk shkroi për vete, por për Kosovën. Dhe sot emri i tij duhet të kujtohet në çdo libër, në çdo shkollë, në çdo zemër shqiptari. Nëse edhe ju ndjeni se figura si Musa Hoti nuk duhet harruar, shkruani në komente: lavdi heronjëve të kombit. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.